Dy bloqet të termocentralit Kosova A janë jashtë funksionit. Është konfirmuar se dy bloqet të prodhimit kanë rënë jashtë funksionit. Për Vox Kosova nga Keku thanë se sot po operohet me njësitë B1 dhe B2 të termocentralit B, si dhe me njësinë A4 të termocentralit Kosova A. Në këtë situatë, jashtë prodhimit ka mbetur njësia A3 dhe A5. Korporata energjetike e Kosovës ju njofton se sot është duke operuar me njësitë A4 të termocentralit Kosova A, si dhe me njësitë B1 dhe B2 të termocentralit Kosova B, tha zëdhënësi i Kekut Skender Bucolli. Termocentrali Kosova A i Korporatës Energjetike të Kosovës përbën nga 5 bloqe punuese të njohura si A1, A2, A3, A4 dhe A5. Bloqet A1 dhe A2 janë jashtë pune pa status të definuar. Ndërkaq, termocentrali Kosova B përbën nga 2 njësi gjeneruese, njësia B1 dhe B2.